Avokati shqiptar Spartak Ngjela përmes një postimi në Facebook ka shprehur se ëndra e Shqipërisë së Bashkuar duhet të jetë një qëllim i përbashkët, duke përmendur kështu nevojën për bashkimin e trojeve, përfshirë edhe Kosovën. Ky pozicion rikthen në vëmendje një temë që ka qenë shpesh në qendër të diskutimeve politike dhe historike. Bashkimi i trojeve shqiptare kërkon dialog të thellë dhe marrëveshje ndërkombëtare, ndërsa çdo hap në këtë drejtim duhet të merret me kujdes për të ruajtur stabilitetin në Ballkan, thot më tutje avokati. Ai gjithashtu e krahason Shqipërinë me Kosovën, duke u shprehur se kjo e fundit ka ecur para mjaft shumë. Midis budallait dhe të mençurit qëndron ose marrëzia ose pushteti. Marrëzia e një të marrit të vetmuar nuk i bën kujt asgjë, por marrëzia e një diktatori është një sëmundje e tij që shërohet me vrasjen e kundërshtarëve politik të diktatorit. Shqipërinë e pushtuan sllavët dhe grekët në vitin 1883 dhe që nga i vit ajo fitoi pavarësinë në vitin 1912 me 28.000 km², më pak se 1/3 e saj, në një kohë kur shqiptaria kishte mbetur vetëm 90.000 km², dhe koha eci por nuk bëri dot asgjë, se Enver Hoxha që e bëri atë ushtri dhe që e drejtoi Shqipërinë nga viti 1945 deri në vitin 1980 nuk bëri dot asnjë luftë për çlirimin e territoreve shqiptare, kur shqiptarët me territoret e tyre në Greqi dhe në Jugosllavi prisnin me shpresën e një lufte çlirimtare nga Shqipëria, por lufta erdhi në Kosovë në fillim të viteve 90 të shekullit të 20 dhe tani Kosova me Albin Kurtin kryeministër është shteti shqiptar i pavarur me 2 milion shqiptar të vendosur për shqiptarinë, po Shqipëria sot nuk është as mish as peshk, por kjo kohë do të ndryshojë, se sot në Gadishullin Ilirik janë 4 shtete shqiptare: Shqipëria, Kosova, Çamëria dhe Maqedonia, nga të cilat deri tani vetëm Shqipëria dhe Kosova janë shtete të pavarur, po dy të tjerët, edhe ata të pavarur do të jenë, kur të 4 shtetet shqiptare së bashku do të shkojnë drejt lëvizjes për të formuar Federatën Shqiptare me emrin Shqipëria e Bashkuar.